sot ju jeni një ndër zërat më të fortë edhe më të përfolur në media, absolutisht po. Unë dua të më thuash, politika shqiptare është përmirësuar apo është degraduar? S'kam nevojë të mendojmë dy herë për këtë, sigurisht ka rënë nivelli parlamentit dhe nivelli politikës, sepse në qoftë se nuk ekzistojnë ato parime mbi të cilat është e ka themeluar Montesquieu këtë lloj sistemi në librin e tij Fryma e ligjeve, ai parimin kryesor ka pasur check and balance. Pra, çdo institucion të kontrollohet dhe të kontrollojë dikë tjetër. Në qoftë se asnjë nga institucionet nuk është në gjendje të kontrollojë dikë tjetër dhe vetëm një dorë i kontrollon të gjitha dhe ai nuk kontrollohet nga këto institucione, atëherë sistemi sigurisht bie dhe degradon.